ditën e nisjes së detyrës, Ministrja e Shëndetësisë Visala deklaroi se një nga 5 premtimet e saj si prioritete emergjente për rritjen e efikasitetit të shërbimit shëndetësor për popullatën ishte shtimi i listës së barnave të rimbursueshme dhe përmirësimi i cilësisë së tyre. Këtë prioritet Ministrja e Visala e zbatoi në të kundërt duke rritur çmimet fshehurazi në pazar me pronarët e kompanive të ilaçeve me kosto të lartë financiare për të sëmurët kronik, shumica pensionist. Pra, të sëmurët që përfitojnë ilaçe me rimbursim, pjesën e parimbursueshme do ta blenë me çmime më të larta se deri më 31 dhjetor 2025, pasi prej datës 1 janar 2026, Ministrja e Shëndetësisë Visala në bashkëpunim me tregtarët e ilaçeve ka rritur çmimet. Sipas llogaritjes së çmimeve të rritura nga Ministria, rezulton se vetëm nga lista e rimbursimeve të sëmurët kronik për të njëjtat ilaçe si lloj dhe sasi, do të paguajnë rreth 48 milion euro më tepër në vit, shumë që përkthehet në rritje fitimi për tregtarët. Skandali i ministres Sala qëndronte për llogaritja fiktive të çmimeve të ilaçeve në listën e rimbursimit me rritje që variojnë nga 3% deri në 4000%, fakt që tregon se nuk kemi të bëjmë me reformë shëndetësore apo mbështetje të sëmurëve, por me zhvatje të tyre dhe favorizim të tregtarëve të ilaçeve. Kjo është aferë financiare në dëm të qytetarëve, sepse për disa ilaçe dhe materiale mjekësore janë bërë rritje minimale të çmimeve, ndërsa për shumicën e tyre janë vendosur rritje ekstreme të paprecedenta në 20 vitet e fundit. Nëse shqyrton listën e barnave të rimbursueshme që u janë rritur çmimet, konstatohet se përfituesit më të mëdhenj nga kjo rritje janë kompanitë e ilaçeve të Tom Doshit, deputetit të Partisë Demokratike Kliti Hoti, kunatit të tij Dorian Sadiku, Janis Karathanos, Klodiana Llajbeut, Rasim Hamzarajt, kushëri dhe ortaki Petrit Vasilit, si dhe trafikantit dhe kontrabandistit Ilir Shehu, ortak në biznesin e ilaçeve me bashkëshortin e Olta Xhaçkës. Përveç çmimeve të larta këtyre përfituesve, Ministrja e Shëndetësisë Visala dhe Drejtori i Fondit të Kujdesit dhe Sigurimit Shëndetësor Arti Papajani u kanë shtuar në listën e rimbursimit edhe më shumë lloje ilaçesh dhe materialesh mjekësore. Nuk pretendohet se formulën e përllogaritjes së çmimeve të ilaçeve e ka hartuar personalisht Ministrja e Visala, por ajo e ka pranuar pazarin e tregtarëve për rritjen e çmimeve dhe e ka miratuar menjëherë, gjë që logjikisht nuk mund të ketë ndodhur pa përfitimin e saj. Nëse rritja e çmimeve do të ishte uniforme për të gjitha ilaçet e listës së rimbursueshme dhe në raport të arsyeshëm me tregun, ajo do të bëhej përmes konsultimit me të gjitha palët e interesuara. Por kur diferencat e rritjes së çmimeve të ilaçeve variojnë nga 3 deri në 4000% dhe vendosen fshehurazi, kemi të bëjmë me aferë korrupsioni ose më saktë me një skem vjedhje të organizuar që Ministria dhe tregtarët e ilaçeve po u bëjnë të sëmurëve. Që të mos bënte ligj për të marrë nën kontroll të hapur aktivitetin e SPAK-ut, Kryeministri Edi Rama sajoi një strukturë presioni dhe sulmi të emërtuar Komisioni i Përhershëm Parlamentar për Nismat Qytetare, Bashkëpunimin dhe Mbikëqyrjen institucionale. Në krye të këtij komisioni emëroi deputetin Fatmir Xhafaj, personin më esnaf dhe më të devotshëm për të kontrolluar, manipuluar, kërcënuar, përdorur dhe shkatruar drejtësinë, provë që e dha më herët me reformën dhe me përbërjen e stafeve drejtuese të institucioneve të drejtësisë dhe të vettingut. Me mandatin e kryetarit të këtij komisioni parlamentar, të maskuar si nismë qytetare, por që realisht është strukturë dhe skem politike antidrejtësie Edi Ramës, Fatmir Xhafaj po dërgon deputet në përgjykata, prokurori dhe në gjykatën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Prokuroria e posaçme është i vetmi institucion i drejtësisë së re që me qendrim publik nuk e pranoi komisionin parlamentar Xhafaj për të monitoruar aktivitetin e saj, duke e konsideruar këtë si cënim të pavarësisë kushtetuese. Objekti i punës së këtij komisioni parlamentar për të kontrolluar aktivitetin dhe punët hetimore të SPAK-ut me qëllim marrjen e informacionit mbi dosjet hetimore përbën shkelje të kushtetutës. Por edhe sikur ky komision të ishte në përputhje me kushtetutën, është absurditet që kryeministri Edi Rama dhe mazhoranca parlamentare kanë emëruar si drejtues deputetin Fatmir Xhafaj, vëllain e trafikantit Agron Xhafaj të dënuar me burg në Itali. Pra vëllai i një trafikanti, pjesë e një grupi të strukturuar kriminal ndërkombëtar, drejton komisionin që synon të kontrollojë punën e prokurorisë që heton korrupsionin dhe krimin e organizuar. Madje Fatmir Xhafaj po kombgul edhe përmes marifeteve dhe presioneve të ushtruara në emër të parlamentit që të kontrollojë patjetër punët e SPAK-ut. Sepse së pari ka urdhër nga shefi i tij Edi Rama dhe së dyti synon të marrë informacione personale mbi dosjet hetimore. Me detyrën si kryetar komisioni, Fatmir Xhafaj ndodhet në konflikt të plot interesi përballë SPAK-ut, pasi për shkak të dënimit të vëllait trafikant, është edhe vetë si edhe familjarisht subjekt i ligjit antimafia me objekt hetimi pasuror dhe aspekte të tjera. Çudia në qendrimin e SPAK-ut është fakti se megjithse e ka dosjen penale të kryetrafikantit Agron Xhafaj, nuk po i sekuestron pasuritë e pajustifikuara dhe nuk po nis hetim ndaj pasurive të familjarëve të tij, përfshir Fatmir Xhafajin, bashkëshorten, vajzat dhe dhëndrin.
Më 30 tetor 2024, pamfleti bazuar në prova, veprime, mosveprime dhe përgjegjësi për mbetjet që kaluan përmes sportit detar të Durrësit, i kërkoi prokurorisë së Durrësit dhe SPAK të merrnin në hetim ministre Mirela Kumbaro, e cila kishte dhënë lejen, si dhe drejtorin e portit Piro Vengu, i cili lejoi kalimin e tyre pa kontroll. SPAK nuk nisi hetim kryesisht, ndërsa në njoftimin e prokurorisë së Durrësit për personat përgjegjës për kontrabandën e mbetjeve të Kurum, në listë mungonin emrat e tyre. Të paprekur nga drejtësia, Mirela Kumbaro është sot deputete dhe ministre e arsimit, ndërsa Piro Vengu është deputet dhe ministër i mbrojtjes, ku vazhdojnë aktivitetin e tyre politik dhe administrativ me bekimin e Edi Ramës. Tipik është rasti i Piro Vengu dhe vartësve të tij, përgjegjës për lejimin e kontrabandës së mbetjeve të rrezikshme toksike. 4 muaj pasi u zbulua skandali i kontrabandës së mbetjeve dhe filloi hetimi nga prokuroria e Durrësit, kryeministri Edi Rama emëroi Piro Vengun ministër të mbrojtjes, ndërsa më 11 maj 2025 e bëri deputet përmes listës së mbyllur në qarkun e Vlorës, por Piro Vengu mori me vete në stafin e tij ministrore dhe 3 vartësit e tij, ish drejtor departamentesh në portin detar të Durrësit, të cilët sipas funksioneve që kishin, bashkë me Piro Vengun, janë përgjegjës ligjor për kalimin e mbetjeve nga kompania Sokola i SHPK. Piro Vengu ishte drejtori i portit të Durrësit dhe aktualisht është ministër i mbrojtjes. Andrea Shlaku, djali i tezës së Piro Vengu dhe ish drejtori i divizionit operacional dhe mbikëqyrjes së aktivitetit në portin detar të Durrësit, është emëruar zëvendës ministër i mbrojtjes. Alex Marku, ish drejtori i divizionit ligjor dhe funksionimit të sektorëve të administratës së portit detar të Durrësit, është emëruar sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Mbrojtjes. Anisa Hoxha, ish drejtoreshe e divizionit ekonomik dhe marrëdhënieve dhe kontrollit të veprimtarive tregtare në portin detar të Durrësit, është emëruar drejtore e kabinetit të ministrit të mbrojtjes Piro Vengu. Pra, ish drejtori Piro Vengu dhe 3 vartësit e tij, ish shefa të portit detar të Durrësit, aktualisht drejtojnë Ministrinë e Mbrojtjes në postë kyçe, që kontrollojnë administratën, tenderët, pasuritë dhe financat e kësaj ministrie. Të drejtuar nga Piro Vengu kur ishte në krye të portit detar të Durrësit, ta krijonin kushtet për trafikimin e kokainës nga Trifon Murataj me kontejnerët e Bana King, si dhe për trafiqe nga grupe të tjera kriminale, kontraband mallrash, automjetesh, karburantesh, ushqimesh dhe ilaçesh. Kujtojmë se 3 drejtuesit aktual të Ministrisë së Mbrojtjes, ministri Piro Vengu, zëvendës ministri Andrea Shlaku dhe sekretari i përgjithshëm Alex Marku, kur ishin në krye të portit detar të Durrësit, ishin gjithashtu antar të bordit të kompanisë Sokullave Alabar në Durrës. Ndërkombëtarët janë vënë në lëvizje për ndaluar kapjen e këshillit mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Në kuvend ka nisur procedurat për 3 vende vakante për zëvendësuar Lulieta Minxhozin, Violeta Stakën dhe Artan Hoxhën. Në garë janë 20 kandidatë dhe ka zëra se PS dhe PD u bëjnë pazare për kandidatët. Pamfleti denoncoi faktin se Rama e Berisha kanë vendosur të lënë në Bankën e Shqipërisë Ridvan Bodën. Sipas ligjit për Bankën e Shqipërisë, mandati i antarit të këshillit mbikëqyrës i ka mbaruar edhe Ridvan Bodës, por Kuvendi dhe Banka e Shqipërisë në ujdi mes tyre nuk kanë deklaruar mbarimin e mandatit të tij dhe as shpalljen e vendit vakant. Duket se PD dhe PS janë duke bërë pazare edhe për 3 emrat e rinj dhe në këtë aspekt kanë hyrë në lojë ndërkombëtarët. Ambasadori i BE-s Silvio Gonzato ka shkuar në kuvend pikërisht për këtë temë dhe ka kërkuar transparencë. Parlamenti ka një rol kyç në rrugtimin e Shqipërisë drejt BE-s. U takova me Milva Ekonomin, kryetare e Komisionit Parlamentar për Ekonominë, Punësimin dhe Financat, për të diskutuar se si komisioni mund të kontribuojë përmes miratimit të legjislacionit të lidhur me BE-n dhe monitorimin e zbatimit të tij. Diskutuam gjithashtu rëndësinë e një procesi përzgjedhjeje transparent dhe të bazuar në merit për pozicionet vakante në Këshillin Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, i cili është thelbësor për ruajtjen e pavarësisë së bankës dhe besimit të publikut, tha ambasadori Silvio Gonzato. Aktualisht janë 6 vakanca në Këshillin Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, por Kuvendi ka shpallur 3 vakanca, ndërsa 3 propozime për vakancat e tjera do të bëhen nga qeveria. Janë 20 kandidatë të ofruar për 3 vendet e shpallura nga Kuvendi, mes tyre Artan Hoxha, rikandidim, Selami Xhepa, Violeta Staka, rikandidim, Pajtim Melani e të tjerë. Disa kandidatura dolën para Komisionit të Ekonomisë ku paraqitën platformat e tyre, ndërkohë secili duhet sigurojë nga 28 firma deputetësh që të kalojë për miratim në kuvend. Zakonisht në të tilla raste ka pasur pazare në prapasken mes partive për të mbështetur X emër. Për shembull, në vitin 2018, Rama propozoi emrin e Ridvan Bodës, ish ministër dhe një nga njerëzit më të afërt të Berishës. Këshilli i bankës ka në total 9 antar, por aktualisht vetëm 3 prej tyre kanë ende mandat: Gent Seiko, Natasha Ametaj dhe Anastas Angjeli. Për këtë arsye, Këshilli mund të marrë vendime derisa të zgjidhen 6 antarët e rinj. Antarët me mandat të mbaruar që janë emëruar në vitin 2018 janë Lulieta Minxhozi, antare dhe zëvendës guvernatore e parë, Suela Popa, Edlira Luçi, Ridvan Bode, Artan Hoxha dhe Violeta Staka. Të
Të gjithë anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës zgjidhen dhe emërohen nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë me një mandat 7 vjeçar me të drejtë rizgjedhjeje, ku 5 anëtar propozohen nga Kuvendi, 3 anëtar propozohen nga Këshilli i Ministrave dhe 1 nga Këshilli i Mbikëqyrës. Klodiana Llojbeu nuk figuron në dokumentet e pronësisë së Megafarmas, por 1/3 e kësaj kompanie kalon nëpër një transakcion që nuk lidhet me aktivitet ekonomik normal, por me mënyrën si janë lëvizur parat, kush i ka firmosur aktet dhe kush ka përfituar më pas nga vendimet e shtetit në sektorin e shëndetësisë. Në vitin 2021, në strukturën e ortakëve të Megafarmas hyn kompania Tmeds, e krijuar pa atë vit me kapital 10.000 lek me ortak dhe administrator të vetëm Sokol Ramizin, pa bilance, pa aktivitet dhe pa asnjë gjurmë burimi financiar që të justifikoj blerjen e 30% të kuotave për shumën 4.610.000 euro, vlerë shkruar në kontratë dhe e kaluar formalisht në QKB. Megafarma ka 3 ortak. Robert Çina zotron 35% të kuotave, Mimoza Hamzaraj zotron 35% të kuotave, ndërsa 30% e kapitalit është në emër të kompanisë Tmeds. Mimoza Hamzaraj është bashkëshortja e Rasim Hamzarajt, i cili rezulton djali i Dajes i Petrit Vasilit. Lidhje familjare që e vendos strukturën e pronësisë së Megafarmas brenda një rrethi të mbyllur familjar dhe politik. Në aktin e transferimit rezulton se 2 ortakët ekzistues, secili me nga 15% kanë firmosur shitjen, ndërsa blerja është regjistruar në emër të Sokol Ramizit, pa kapacitet financiar dhe pa burime të ligjshme të provuara, duke kthyer këtë veprim në një transakcion të pajustifikuar ekonomikisht dhe që krimi ekonomik duhet ta hetojë. Sokol Ramizi prestanome dhe punonjës i mafiozit Klodiana Llojbeu. Sokol Ramizi është prestanome i mafiozit Klodiana Llojbeu, figurë që shfaqet prej vitesh në postet kyçe administrative brenda rrjetit të ndërtuar prej Llojbeut, përfshi rolin e administratorit të kompanisë Laboratory Networks, e krijuar në korrik 2019 për zbatimin e koncesionit laboratorik me vlerë rreth 130 milionë euro në spitalet universitare dhe bashkiake. Një koncesion i dhënë nga Ministria e Shëndetësisë dhe i lidhur drejt për drejt me interesat private të Llojbeut. Në këtë skem Ramizi i mban firmat dhe kuotat në dokumente, ndërsa Llojbeu qëndron jashtë letrave, por brenda çdo vendimi, çdo kontrate dhe çdo strukture që administron koncesione, depo farmaceutike dhe furnizime publike, duke ndarë pronësim formale nga kontrolli real. Ky zinxhir del edhe më qartë nga komunikimet e brendshme mes njerëzve të këtij rrjeti, ku Sokol Ramizi shfaqet në korrespondencë zyrtare me adresë elektronike të kompanisë Evita, shoqëri farmaceutike në pronësi të Klodiana Llojbeut, fakt që e lidh drejt për drejt prestanomen e Megafarmas me kompaninë bazë të Llojbeut, e cila ka qenë objekt kontrolli nga SPAK dhe BKH pas denoncimeve të pamfletit. Me urdhër të SPAK, forcat e BKH-s kanë ushtruar kontrolle në Evita SHPK, si edhe në ambiente të tjera të lidhura me Janis Karathanën, ortakja Llojbeut në koncesionet e dializës dhe laboratorëve me vlerë qindra milionë euro, duke provuar se Ramizi nuk është figurë e jashtme apo e pavarur, por pjesë operative e të njëjtit grup ekonomik. Në të njëjtën kohë që Tmeds futet në Megafarma, rrjeti i kompanive të lidhura me Llojbeun vazhdon të thith fonde publike, të marrë kontrata dhe të mbajë koncesione, ndërsa në bilancet zyrtare shfaqen humbje ose fitime qesharake. Një mashtrim i hapur fiskal që nuk i ka shqetësuar asnjëherë tatimet dhe nuk ka prodhuar asnjë hetim pasuror, edhe pse diferenca mes asaj që deklarohet në letra dhe asaj që qarkullon realisht në treg është aq e madhe, sa nuk mund të fshihet as me kontabilitet kreativ. Sipas informacioneve konfidenciale të administruara nga struktura hetimore dhe burime financiare, rezulton se prokuror gjyqtare politikan kanë dhënë miliona euro me fajdet te Klodiana Llojbeu, duke futur parat në skemën e tij kundrejt interesave mujore dhe garancisë së mbrojtjes institucionale, çka ka penguar çdo hetim penal apo fiskal ndaj tij. Me fjalë të thjeshta, kjo skem funksionon në 2 faza të lidhura mes tyre. Në fazën e parë, Klodiana Llojbeu nuk shfaqet si pronari Megafarmas në dokumente, por fut parat përmes njerëzve të tij dhe kompanive pa aktivitet real, si Tmeds dhe Sokol Ramizi, të cilët mbajnë firmat dhe kuotat në letra. Këto shoqëri nuk kanë bilance, nuk kanë xhiro dhe nuk kanë burime financiare të ligjshme për shumat që deklarojnë se investojnë, por përdoren vetëm për të mbuluar origjinën e parave dhe për të fshehur pronësinë reale. Pasi kjo fazë mbyllet dhe pronësia formale ndahet nga kontrolli real, nis faza e dytë, kthimi i parave përmes buxhetit të shtetit. Kjo ndodh përmes kontratave publike në shëndetësi ku Megafarma del rregullisht fituese, jo sepse ofron çmimin më të ulët apo kushtet më të mira, por sepse procedurat ndërtohen në mënyrë të tillë që të përjashtojnë çdo konkurrent tjetër. Shembulli konkret i kësaj skeme është procedura e fundit e operatorit të blerjeve të përqendruara, me drejtoresh Ustalleshën Arlinda Pogaj, e cila më 4 shkurt 2026 hap tenderin për furnizimin 24 mujor me baring onkologjik Ketuximab me fond rreth 2.5 milionë euro. Në këtë procedurë paraqitet vetëm një kompani, Megafarma. Asnjë operator tjetër nuk hyn në garë sepse gara nuk ekziston. Oferta e vetme është pothuajse identike me fondin limit, çka tregon se çmimi nuk është rezultat tregu, por është vendosur përpara se të hapet tenderi. Edhe pse SPAK ka hyrë fizikisht në ambientet e Evitas, ka sekuestruar dokumente dhe ka verifikuar aktivitetin e kompanisë,
kompaniisë. Zinxhiri i përfitimeve nuk është ndalur. Kjo procedurë tregon se si kthehen parat në praktik. Megafarma merr kontratën sepse në tender paraqitet vetëm ajo dhe sepse çmimi nuk negociohet. Tenderi shërben vetëm për të justifikuar pagesën nga buxheti. Klodiana Llajbeu nuk del në asnjë dokument, nuk figuron si ortak dhe nuk firmos asgjë, por kompania që përfiton është nën kontrollin e tij. Kur do të vendos SPAK të merret seriozisht me mafiozin e shëndetësisë Klodiana Llajbeu, i cili del gjithmonë në fund të çdo kontrate, çdo tenderi dhe çdo milioni që qarkullon në sistemin shëndetësor shqiptar?